4 raste të përshtatjes së ambienteve për zhvillimin e kundërligjshëm të lojrave të fatit me makineta dhe tavolina pokeri janë zbuluar nga policia në Tiranë. 5 persona janë arrestuar dhe në kërkim janë 2 të tjerë pronar dhe punonjës të ambienteve. Si rezultat u sekuestruan 16 kompjuter për lojë rafati, tavolina për lojën poker, si dhe sende të tjera që shërbenin për këtë veprimtari të paligjshme. Po ashtu policia e Lezhës në të paktën 3 raste nga Miloti në Laç ka zbuluar dhe bastisur disa ambiente të përshtatura për lojë rafati me makineta dhe tavolina pokeri. Njëri prej ambienteve gjithashtu ishte përshtatur për përdorim dhe shitje të lëndëve narkotike. Agjentët arrestuan 3 persona dhe proceduan penalisht një tjetër, ndërsa në kërkim është një nga administratorët e ambienteve. Në total u sekuestruan 15 makineta, 3 tavolina për lojën poker, sasi lëndë narkotike, kokainë, shumë aparash si dhe sende të tjera. Por ky operacioni ka kushtuar detyrën drejtorit të policisë së Lezhës, i cili pas finalizimit të këtij aksioni dhe zbulimit të një shtëpie bari në zonën e Rrilës, ka dhënë dorëheqjen. Islor Islami mori detyrën në janar të këtij viti me misionin për të stabilizuar rendin në një qark që shpesh është bërë skenë e ngjarjeve të forta kriminale. Megjithatë, eksperjenca e tij ka zgjatur shumë pak, duke e bërë atë një nga drejtuesit më i jetëshkurtër në këtë pozicion. Në të dyja rastet, si në Lezhë ashtu edhe në Tiranë, sipas burimeve, denoncimet janë bërë në adresën elektronike të drejtorit të përgjithshëm të policisë, Skënder Hita.